Në një kohë kur informacioni shpërndahet shumë shpejt, është e rëndësishme të kuptojmë dallimin mes artikullit gazetaresk dhe kontrollit të fakteve. Platforma Hybrid.info verifikon pretendimet që qarkullojnë në hapësirën informative, në mënyrë që të ndihmojë publikun të dallojë të vërtetën nga keq informatat. Por ku dallojnë këto të dyjat? Siç e dimë, artikulli gazetaresk ka për qëllim të informojë publikun për një ngjarje apo çështje të caktuar. Ai mbështetet në burime të ndryshme, si deklarata zyrtare, intervista dhe dokumente, dhe synon të paraqes faktet në mënyrë të balancuar. Ndërsa artikulli fact-checking fokusohet në verifikimin e një pretendimi specifik, duke e analizuar atë me burime të besueshme dhe metodologji të qartë, për të dhënë në fund një vlerësim të bazuar në evidencë si e vërtet, e pavërtet ose manipulim. Sot, pretendimet mund të jenë edhe video, foto të manipuluara apo përmbajtje të krijuara nga inteligjenca artificiale. Pra, qëllimi i një artikulli të fact-checking nuk është të raportojë një ngjarje, por të verifikojë nëse një informacion është i saktë apo jo. Dallimi është i thjeshtë. Përderisa artikulli gazetaresk tregon çfarë ka ndodhur, artikulli fact-checking kontrollon nëse ajo që thuhet është e vërtetë.